Mirë se erdhët me që përsëri në kanalin tim Sevda's Kitchen. Sot përgatitem një baklava të shpejtë me 5 toptha dhe prerjen do ta bëjmë në formë të yllit. Këtu kemi një vezë të plot dhe 3 të kuqe të vezës. Pastaj në vezë hedhim 200 ml qumësht, 200 gram kos, pakës kryp dhe një lugë të mes me sheqer, një lugë të gjellës me pluhur përpjekje. Përzim të gjitha mirë. Pastaj hedhim 300 ml gjallë pa kryp e shkrirë dhe 3 gota të ujit me miell. E punojmë brumin në këtë mënyrë, brumi do të qenë sa më i butë dhe lam të pushon për 20 minuta. Mbas 20 minutave tani e punojmë brumin shumë pak, siç thash, brumi duhet të qenë shumë i butë dhe e prejmë në 5 topta të barabarta. Në një pjatë hedhëm pak një seshte dhe i vendosëm toptat, të cilat i spërkatim edhe pak me një seshte përmbi. Si që e sheni, toptat i të hollojmë me një seshte. Në mes të petës që t'i bëjmë të gjitha anët e barabarta, e hedhem në pjatë dhe e prejmë në këtë mënyrë siç shihet edhe në video. Pastaj i palojmë kështu siç shihet. Hedhem nga pak një seshte. Pasi që të mbledhëm të gjitha anët, atëherë e të hollojmë dhe e bëjmë një petë ashtu mesatare dhe lam të pushon për 20-25 minuta. E përsërisëm të njëjtën metodë me të gjitha toptat tjera derisa të përfundojnë. Tani masi që petët kam pushuar për 25 minuta, i të hollojmë një nga një, por do ta bëjmë sa më të madhe petën që mundemi dhe sa më të hollë. Tepsinë e kemi vendosur përmbi petë që ta bëjmë ashtu të rumbullakët dhe të jetë masia afërsisht e njëjtë. Pastaj kemi shkruar 350-400 gram gjalp, i xillar gjalp pa kryp dhe e lym petën përmbi. Kjo është peta e dytë, përsërisim të njëjtën metodë si më parë, tepsinë e hedhëm përmbi, e prejmë dhe ato anësorët i ruajmë për më vonë. E lym me gjalp përsëri. Tani këtë copat që kena prej anash, kur e kemi hedhë tepsinë përmbi, i vendosëm, do të thotë e bëjmë edhe një petë me këto anësorët. Kështu me radhë çdo petë e lyjmë me gjalp.
Këtu kemi 500 deri në 600 gram ara të coptuara. Tani kjo është peta e fundit. Baklavën do ta prej në këtë mënyrë se që shihni në video. Duhet ta prejmë sa më thellë që shërbeti të depërton deri në fund. Këtu kemi 400 gram gjalp dhe ja hedhëm baklavës. Do ta pjekëm në furrën e parangrohur në 130 shkallë për 1 orë, pastaj e ngrisim temperaturën në 160 shkallë dhe e pjekëm edhe 1 orë 20 minuta. Tani përgatitim shërbetin. 2 gota e gjys të ujit me sheqer dhe 3 gota të ujit me ujë të ftohët. I hedhëm 2 copa të holla të limonit. Prej momentit kur uji vlon, atëherë e lëm 20 minuta që të zihet shërbeti mirë në temperaturë mesatare. Pastaj shërbetin ja hedhëm baklavës e cila është e ftohur gjatë natës apo 7-8 orë më parë. Do të thotë baklava duhet me qenë e ftohtë kurse shërbeti i nxehtë. Nëse përgatitni dhe ju bofti mirë, mirupafshim në recetat e radhës. Faleminderit që më shiquat.